cilat janë problemet më të shpeshta me të cilat ne përballemi dhe ndoshta në fillim të simptomave ne nuk e dim se çka po ndodh me trupin tonë, çka po ndodh me shëndetin tonë? Faleminderit për pyetjen. Në fakt janë dy pyetje në një. Do them shkurt se cilat janë problemet madhore me cilat po ndeshemi tani, sidomos në këtë terren post-pandemik, dhe faktikisht cilat janë ato që ne i quajmë sëmundje të heshtura ose silent killers. Tani, disa nga problemet më të mëdha madhore që po prekin aktualisht shëndetin dhe individut në rang global janë ato që kanë lidhje me sfidat e shëndetit mendor, të lidhura me pandemin më tepër, por dhe të mëparshme, janë problemet dhe sëmundjet jo të transmetueshme, non-communicable diseases, që ne i njohim si sëmundje kronike ose bashkë ekzistuese, dhe padyshim që janë emergjencat, riemergjencat e sëmundjeve infektive, dhe po shohim një sër prej tyre, dhe unë kam mbuluar një sër elementësh të rinj që vinë vërdall. Edhe gripi normal, pra influenca, nuk është më siç ka qenë, ka disa vite që nga 22-23 e këndej që është bërë më e fortë. Pra, në lidhje me çështjen e shëndetit mendor, padyshim që anksieti dhe depresioni janë kryesorët. Dhe ato janë parapora në mbar botën. Nga problemet e sëmundjeve jo të transmetueshme ose kronike, kanceri dhe sëmundjet e zemrës, si dhe diabeti, mbeten elementet kryesorë të vdekshmërisë parakohshme dhe pa aftësisë për punë. Tani, shkurtimisht, do thoja që në sensin e shëndetit mendor, anksieti dhe depresioni pra njihen gjithmonë e më shumë si sfidat kryesore. Padyshim që pandemia COVID-19 ka sjell në sipërfaqe shumë nga këto probleme, si në moshat e reja, ashtu në moshat e punës, edhe ato 65 e lartë tek pensionistët. Ndërkohë që një pjesë e sëmundjeve kardiovaskulare, kanceri dhe diabeti janë aty, kanë qenë aty dhe janë përkeqësuar si pasojë e fragmentarizimit të dhënies kujdesi shëndetësor, të problemeve mes lidhjes mes mjekut familjes, pacientit dhe kujdesit parësor dhe atij dytësor, dhe padyshim që kemi tek shqiptarët në këtë periudhën pas pandemisë, themi cilat janë sëmundjet ndoshta që më shumë të janë shfaqur. Padyshim që isha në këtë linjë dhe do vija ke kjo pikë. Tani, ato që ne i quajmë si sëmundje të heshtura, në fakt ato nuk janë asnjëherë të heshtura, janë sëmundje të tipit si presioni i lartë i gjakut, hipertensioni. Faktikisht nuk ka simptoma të dukshme, dhe kur jemi deri në 40-at dhe nuk kemi bërë, nuk kemi pjesë e sistemit të check-upit, pra kontrolleve normale, të cilat vende të ndryshme i aplikojnë në mosha të ndryshme, këtu në Britaninë e Madhe është nga 40 në 74, në Shqipëri është 35-70, a forfe këto mosha. Unë për veten time do isha i mendimit që faktikisht mjekët e familjes, dhe prandaj quhen të tillë, sepse na njohin personalisht dhe në linja familjare, ata e dinë dhe duhet ta dinë se ç'ndodh me individin e një familje të caktuar me kalimin e kohës.